Mirë, rikthehem për diskutuar pak me një personazh i cili do të mbyllë edhe programin e ditës së sotme. Ai është një shqiptar. Ju e dini që her pas here në Koreale do të kemi shqiptar që frymëzojnë, shqiptar që tregojnë historitë e tyre, që tregojnë zhgënjimet, por tregojnë edhe sukseset gjithashtu, pa çka se ata nuk gjenden në vendin tonë. Pra, janë larg Shqipërisë me zemër, ama janë fort lidhur këtu me ne, edhe me komunitetin shqiptar kudo ku ata ndodhen. Ashtu në fakt siç ka ndodhur edhe me mjekun Ardian Kraja, i cili është larguar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jeton në Florida prej disa vitesh tashmë. Një kombinim shumë interesant mes mjekësisë edhe medias, po e ftoj për të bërë një bisedë të këndshme me të. Mirë se vjen, doktor, kënaqësi që të kam. Përshëndetje, mirë se u gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën. Jo, kënaqësia në fakt është e imja. Kur mendon që ka shqiptar që sidomos në këtë epokën ku emigrimi, për thënë vërtetën, po kritikohet shumë, edhe emigrantët po kritikohen shumë, ju jeni model suksesi. Kështu që kjo është gjë shumë e mirë, rrisni shumë fort edhe emrin e shqiptarëve kudo ku ata ndodhen. E nisim pak, themi pak bashk në kohë, shumë vite më përpara ju shkuat në Amerikë, po përpara, ku keni lindur, në cilin vend të Shqipërisë, shkollimin tuaj më pas që shkuat për mjekësi, nga ishte frymëzimi? Atëherë, unë kam lindur në qytetin e Fugës në vitin 1968, pra plot 57 vjet, kam 20 vjet që kam marrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shkollimin deri në sa marrë gjimnazin e kryva në qytetin e Fugës dhe pastaj u zhvendosëm në Tiranë, kam ushtruar profesionin e mjekut, edhe në Shkodër për shumë kohë, me fjalë kam ushtruar profesionin e mjekut. Në Shqipëri pata fatin e madh që të ndiqja studimet, 1996 edhe më mbrapa ndoqja studimet për ortopedi, traumatologji dhe kryesisht kam punuar në Spitalin Ushtarak. Gjatë asaj periudhe deri përpara se të graduohesha për ortopedi, kam ndjekur disa specializime të ndryshme si në Gjermani, në Zvicër, Itali, Greqi. Po, këtu dua që ndalem pak. Ndalemi pak, si ka qenë për ju gjithë ajo periudha e gjimnazit. Një djalë i cili jetonte në Puk, lindi në Puk, me shumë ëndra, e kishit pasion mjekësin, gjithmonë e keni patur, ka qenë një tjetër sistem në atë kohë. Jo, që t'jemi sinqert, nuk është se ishte ajo, por Puka na jepte mundësinë për me lexuar shumë. Edhe me të vërtetë gjatë asaj periudhe e kujtoj me shumë nostalgji, kemi lexuar shumë, ndoshta dhe i ftohtin dikote, aktivitetet sportive nuk diskutoheshin, por lexonim shumë libra, me fjalë, tash rrie mendoj them, kemi lexuar një pambarimisht, me fjalë, një bibliotekë shumë të pasur. Edhe njëkohësisht ëndra ime nuk është se ishte mjekësia, në fakt, që t'jemi sinqert, ëndra ime për ishte arkitektura. Arkitekt, jo mjek? Arkitekt kisha qef mu bë, edhe njëkohësisht kam pas ëndër edhe këto gjonat elektronike i kam pas shumë, edhe nga që kam hap një radio online këtu në Florida, kam hap një radio Shqip.live, është një radio që e ja përshtas Floridës, edhe kryesisht e kam të mbushur, por qysh në moshën 7 vjeçare, jo 7 vjeçare, në klasën e 7 ose në klasën e 8, kam bërë radion e parë me Galen, në qoftë se ju kujtohet, ju se kujtoni do të, por ka qenë një revistë Horizonti, edhe jepte se si të ndërtoj guri Galenës, me fjalë, duke fillu nga gurin e Galenës e kam kriju vetë në shtëpi, me squfur, me plumb, edhe tërbova gjithë pallatin me një erë. Dhe kriju të radio me gur dhe me squfur? Po, me plumb edhe me squfur, kryohet guri Galenës. Ka raport 2 tretat me 1 tretat, e dogja në një provës dhe pastaj kryova një radio ku ndryshoja frekuencat. Mi fjalë kam qenë në klasën e 8, ka qenë diçka shumë e bukur, që t'jemi sinqert nuk dëgjova asnjë lloj sinjali, vetëm ato ato interferencat, por radio tamam të mirëfillt nuk dëgjova. Ju ka kapur ndryshimi i sistemit edhe në përfundimin e shkollës, pra ka qenë ajo periudha e pas 90-s, që ju përfunduat edhe universitetin, apo ju e keni mbyllur universitetin në 92-shin, në 92-shin. Si ka qenë ajo periudha e tranzicionit për ju? Si e mbani ju mend? Periudha e tranzicionit ka qenë një periudhë shumë e vështirë për neve që jetonim konvikt, unë kam jetuar te konvikt. Se ju keni qenë student dhe studentët ishin ata që sollën edhe ndryshimin, ë? Sigurisht, kemi qenë pjesë e gjitha këtyre eventeve, me fjalë ndoshta duke filluar qysh nga demonstrata e parë, megjithëse u zhvillu në qytetin studenti, neve ishim atë ditë kishim një mësim tek sanatoriumi edhe ju bashkum rrugës në krahun tjetër kur erdhëm. Me fjalë ishte një moment i paharruar për memorien tonë. Edhe
Ndryshimet kanë qenë, me fjalë, ndryshimi i sistemit ishte shumë i vështirë për konviktorët në atë periudhë kohe. Me fjalë, maj mend që hanim me një pjatë gjithë dhoma, ose kishim vetëm një lugë, e merrnim, e latë njëri, e hate tjetri, sidomos vitet e fundit, 91, 92 u bë jashtëzakonisht shumë i vështirë për të jetuar. A pati një bashkim të të rinjve gjatë asaj periudhe? Mendojnë që pati një lloj bashkimi, apo ishte pak epoka edhe ndoshta që gjithë secili filloi të mendonte pak për veten, se po thoshte, ore, ku do shkojmë? Jo, studentët ishin të lidhur, me fjalë, kishin një dashuri për njëri tjetrin, edhe ishim familje, mund të themi, familje edhe shoqëri, të cilën, me thënë drejtën, vazhdojmë me rrujmë edhe në këto ditë. Me fjalë, isha para 2 muajve në Shqipëri, edhe miqtë më të mirë të mi janë miqtë e shkollës lartë, me fjalë që i takova atje, dhe patëm shumë kujtime, shumë nostalgji, edhe u kënaqëm. Ju filluat më pas punë në spital, përfunduat për ortopedi, ishit specialist, po si ka qenë periudha e përpara se të shkonit në Amerikë? Vlerësuese apo demoralizuese? Ashtu sikur se thash, me fjalë, në vitin 1000 deri në 96 punova në një repart ushtarak në Shkodër, në Melgush, të reparti tankeve, aty isha mjek ushtarak, pastaj shkova për ortopedi. Ortopedia ishte një ndër degët më të kërkuara, edhe pata fatin e madh që të shkoj në ortopedi. Unë nga natyra jam pak handyman, i thonë këtu, me fjalë, më vjen dorës për me ba gjana me dura, dhe kështu që edhe ortopedia ishte tamam vendi ku unë isha fitja shumë mirë, me fjalë. Pata disa specializime të mrekullueshme, me fjalë, mund i përmenda disa, por mund përmenda të mrekullueshme në Gjermani, që pata fatin e madh edhe të operoj, sepse isha shumë i specializuar për protezat e koksartrozës, edhe për kokset edhe për gjurin. Punova me drejtorin e spitalit, i cili ishte vetë mjek ortoped, kam punu për një vit nga 2-3 operacione në ditë, kam qenë asistenti ti, ndërsa në muajt e fundit, ai më la bisturin dorë, dhe unë isha Herr Hauptmann Dr. Kraja, mi fjalë kapitenit Dr. Kraja, që operonte një kolonel, edhe ngella i çuditur, thosha, si është e mundur që unë të operoj një kolonel të ushtrisë gjermane, por ashtu e kishin sistemin, rregullin, edhe erdha shumë i kënaqur. Mas të asaj periudhe, kur u ktheva në Shqipëri, me thënë drejtën, nuk gjeta atë mbështetje dhe atë suport edhe nuk më emëruan në spitalin ushtarak. Pse? Pyete? Për cilin jam... Më fal? Pyete, doktor? Pyete pse? Ose u përpoqet kuptoje pse? Shiko, nuk e di se çfarë ndodh ndonjëherë me këto konjunkturat, por më emëruan në një repart të batalionit sigurimit. Unë isha shumë i kënaqur aty sepse gjeta shokë, njerëz të mirë, miq të mirë, por problemi ishte që nuk po gjeja kënaqësinë time profesionale, me fjalë, që është e mujtur. Edhe po thonin, shiko se do kaloj pak kohë dhe pastaj do të cillim në spital ushtarak. Gjë e cila po kalote pak kohë për një profesionist, gjanat ikin duke shku poshtë, nuk ikin lart, me fjalë. Gjithsesi bona gjitha sakrificat që i duheshin asaj periudhe, shkova edhe në luftë në Irak. Shkova për 8 muaj në Irak me kontingjentin e 2 të forcave komando shqiptare në Mosul, edhe u marrova disa specializime tjerë, jo në Itali, jo në Zvicër, edhe po prisja me padurim me fjalë që të më emëronin në spitalin ushtarak, por me sa duket nuk di sa me thanë, ndoshta kjo ngelet më mirë mos të klasë. Këtu jeni ju në foto me ish presidentin Mojsiu, apo jo? Po, aty ju jeni veshur me uniformë ushtarake. Ja, ky i pari këtu në krahun e djathtë. Ky jeni ju? Yes. Okej. Edhe ju ishit normalisht me veshje ushtarake, pra ishit stafi, le themi, i ushtrisë? Po, ne ishim, aty të ajo fotografi janë 3 komandantë. Në atë grup bënit pjesë. Zëvendës komandanti misionit, edhe generali Plum Qazimi, edhe presidenti. Në çfarë viti është bërë kjo foto? Kjo duhet jetë bërë në vitin 2003, sepse është në 2003-2004 në prill u kthym. Ndërkohë, gjatë gjithë këtyre viteve, e kishe menduar ndonjëherë, doktor, që të largoheshe nga Shqipëria? Ti e kishe ndërtuar familjen gjatë kësaj periudhe? E kisha ndërtuar familjen, edhe me thënë drejtën nuk më shkote ndërmend. Ashtu sikur se thash ai drejtori i spitalit ushtarak, i cili erdhi këtu edhe më tha, kur erdhi, për me pa, se i shkujta i letër, i thash, ore,
kam marrë specializim atje edhe nuk po gjej vetveten me fjalë. Mendova se do të ndihmonte diçka. Ai erdhi këtu edhe më tha, Ardian tha, e kam ditë tha se jeni keq, tha, po jo kaq keq. Mund të vish në Gjermani tha të ndihmoj tha se këtu s'kam çfarë të baj. Megjithatë i thash jo se un jam i dedikuar edhe kam qejf që të rri këtu e të shërbej vendit tim. Edhe prita plot 2 vjet se mos emërohesha në Spitalin Ushtarak, nga që nuk u emërova, pata fatin e madh që më doli edhe një llotari. Po, pata një shkëputje të doktorit, sepse normalisht ai është mjek, kështu që telefonata ka pafund, po kujtimet e tij shumë interesante. Më jepni edhe një herë foton, pra një foto që doktori e ndan që nga koha kur ai ka qenë në Shqipëri përpara se të largohej në vitin 2005. Më jepni foton, ju lutem regjia, me presidentin Mojsiu. Fotoja ku duket edhe vetë mjeku që ka qenë i veshur me uniformën ushtarake dhe me kolegët e tij. Po, se pati një telefonat dhe u shkëpute, doktor, po më thoje, që nuk e kishe menduar, pra ti e kishe ndërtuar familjen, në atë kohë ishe bërë baba, ishe... Në cilin stad ishe tjetës tënde? Baba, gjithçka ishte, bile kam qenë, e maj mend që kam qenë në Zvicër në një specializim, kur marrë vesëm kishte dalë lotaria amerikane. Ju e kishit hedhur lotarinë amerikane? Kishte qenë dikush tjetër që e kishte hedhur për ju? Gruaja. Vërtet, e kishte hedhë bashkëshortja? Po. Oh, e bukur. Edhe në fakt pastaj kur doli lotaria, unë s'kam bë asnjëherë lotari amerikane, ndoshta e kam bërë një herë në vitet 90 një herë, pastaj nuk bën asnjëherë më tepër lotari amerikane, kur gruaja hodhi edhe i doli, sigurisht nga Korça, me fjalë Korçarëve i del. E bukur, edhe ju doli ju lotaria. Gjithmonë thonë që fatin e ka ai që nuk e hedh vet. Duhet ja hedhë dikush tjetër. E morët vendimin për të shkuar në Amerikë. Pse zgjodhët Floridën? Ka qenë vendi i parë? Jo, në Florida ishte edhe vllai im. Me fjalë ishte fat i madh për mua që erdhëm të dy vëllezërit edhe u bashkuam në Amerikë. E bukur. Pra, patët mundësi që të qëndronit bashkë me njëri tjetrin. Ishin fillimet e vështira, doktor? Çfarë pune bët në fillim për shkuat? Fillimet ishin jashtëzakonisht vështira, me fjalë. Unë fillova punën në fillim, punova duke ndërtu çatia, duke hedh beton, duke bë çdo lloj pune, në fabrik punova çdo lloj pune, por ajo që më ngeli në mendje, me fjalë i gura vetes atë se ka herë të kap edhe inati, unë kam qenë një nxënës mesatar, që kam marrë një 8, e kam marrë me forcat e mia, me fjalë kjo ka qenë niveli në. Por erdha këtu edhe pata një inat të paparë. Shumë mirë. Edhe fillova të lexoja shumë. Lexova, pastaj erdhi një moment që nuk bëhej më duke lexu edhe duke punu. Edhe u shkputa nga puna, vendosëm bashkë me gruaja punonte në një spital, punonte si flebotomiste, pra nga këto infermierët për me marrë gjakun, edhe ajo ka qenë mjeke në Shqipëri, në Shkodër. Edhe atëherë duke vendosur që ajo të punonte, unë do lexoja edhe fillova me lexu. Për 4 vite rresht unë kam qenë e hapja dhe e mbyllja librarinë në Largo, këtu Largo është ky qyteti këtu. Bile kalamajt e mi kur i pyesnin çunën, kur e pyesnin librari, i thoshin ku të punon babi, kur e pyesnin te shkolla, ai thotë punon duket në librari. Se nuk e dinte, nuk e kuptonte, domethënë gjitha aq shumë kohë ndanit ju atje. E interesante. Ishte full time. Patë ndonjë moment që mundet ishte edhe një pikë dyshimi për dorëzim, pra për të dorëzuar të duke Amerika dhe the, më mirë rrinë Shqipëri si mjek, pse duhet të rrinë Amerikë të sakrifikoj kaq shumë? Jo, nuk isha shumë i vendosur. Erdhi momenti që mora edhe provimet edhe nuk gjeja ajo që këtu i thojnë rezidenci, edhe ishte një moment shumë i vështirë, megjithatë do bëna një sakrificë tjetër, shkova në Porto Rico. Në Porto Rico atje gjeta një internship, edhe najta bile kam qenë në Porto Rico gjatë periudhës së hurrikanit Maria, që ishte kategori 5. Kam jetu aty, po të shikosh ndër ato foto që ju kam dërguar, është një moment që jam duke punu në errësirë, duke qep një dorë, ishte edhe kam qenë gjatë periudhës së hurrikanit Maria në Porto Rico. Pra kanë qenë në kushte shumë të vështira, edhe në Amerikë këtu desh të operoje si në Shqipëri. Edhe në mu desh me ika në Porto Rico edhe... E bukur. Doktor... Si Shqipëri, eksakt, kemi pas një rast në spitalin ushtarak në Tiranë që kemi punu me elektrik, e vërtetësh. Me elektrik dore?
E vërtet, me elektrik dorë. Doktor, sot jemi në kushtet të tjera, ju nuk jeni më në kushtet e vështira, por keni hapur klinikën tuaj atje dhe jeni zhvilluar. Si erdhi ky hap për të qenë një stad më lartë, për të patur klinikën tuaj, për të qëndruar afër komunitetit shqiptar? Për të qenë i sinqert, unë fillova punë këtu në një klinikë është një korporacion shumë e madhe, American Care e ka emrin, edhe ka zyre në gjithë shtetin e Floridës, edhe në momentin që unë hyra këtu, në momentin që fillova punë, në shkurt ra koronavirusi. Edhe nuk pata shumë punë, që t'jemi sinqert, edhe por rria kështu, mjek pa punë, nëj telefonat, se nuk vishin pacientët ato ditë, mi fjali, se shumë situatë nderë, shumë situatë vështirë. Këtu të puna i hoqi ky bosi madhe i hoqi shumë veta nga puna, me fjalë hoqi ato punëtorët, po thuaj se përgjysmoj nga 30 veta që personel klinika e çojnë në 10-15 veta. Me thënë drejtën ato njerëz më dhimbtën, merdi fije keq, edhe i shkruaj një email atij bosit, i thash, "Nëse unë nuk jam shumë me shumë lekë", i thash, "Nuk ka problem, me fjalë, gjysmën e rrogës nga ky moment deri kur të iki pandemia, i thash, mund ta mani që t'ja jepni tjerëve ta shpërndani me njerëzit e tjerë." Fjalë mendova me bat pjesën time që më takove. Kur mas 2 muajve më emëroi drejtor të 3 klinikave këtu në kështu që jam drejtori 3 klinikave, për sa i përket pjesës që punoj për jashta. Por këtu pacientët janë të Medicare dhe nuk mundem do të fus pacient nga jashtë. Mi fjalë janë pacientë të stabilizuar nëpërmjet insurancave. E kuptoj. Atëherë, duke pasë shqiptarët vinin te unë dhe më kërkonin ndihmë, ishte e pamujtur që t'i vlerësoja duke i vizituar te shtëpia ime ose te shtëpia atyre, në klube nuk ishte në kulturën time mjekësore, edhe vendosa që të hap një klinik, diçka të vogël, diçka të bukur, edhe gjërat kanë funksionuar mirë edhe te klinika. Kjo është gjë shumë. Përpara pak kohëve kam lidhur edhe një kontratë me veteranët e Amerikës, edhe shikoj edhe veteranët, me fjalë është tamam ajo pjesë e shpirtit tim, sepse duke qenë edhe vetë luftja di hallin tamam atyne. Po, shumë mirë, kjo është pra. Kecat përbashkëta me luftëtarët e Amerikës. Dhe disa nga fotot që normalisht ti ke patjetër edhe me pacientët e tu edhe gjatë vizitave tua. Për ta mbyllur dhe pak me televizionin, po me televizionin si ndodhi. Shkurt sepse s'ka më minutazh, më duhet ta mbyllë dhe të bëj urimin e fundit. Televizioni ashtu sikur se ta thash ka qenë një anë rrejemja për me hap me fjalë, edhe kam arrit për me hap një televizion që e kam të lidhur me stacionet këtu, stacionet amerikane që përdorin shqiptarët, është një paket që ekziston këtu. Edhe ashtu në mënyrë graduale bëj ca intervista me njerëzit e komunitetit, përpiqem me vendos disa emisione, video që i krijoj vetë, edhe radio njëkohësisht, kam hapur edhe një radio Shqip për Floridën. Edhe kjo është një ndër pasionet e mia që e update edhe her mas here ngarkoj me këngë të reja. Shoh sa bukur. Të falenderoj doktor që të pata sot në intervistë, edhe një përshëndetje për gjithë shqiptarët. Të lutem, mi përshëndet tashmë të gjithë ata që na ndjekin. Atëherë, i përshëndes të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, së shpejti unë do të organizoj edhe një party këtu me komunitetin shqiptar, kam gati 300 veta këtu, edhe ju uroj me gjithë zemër juve edhe gjithë atyne që na dëgjojnë gëzuar festat. Një vit i mbar edhe i ri, edhe me shumë suksese për gjithë. Të falenderoj, doktor. Asa e bukur. Faleminderit për urimin tuaj, urimi një shqiptari nga Amerika që ka arritur shumë me gjithë sakrificat e mundshme, si të gjithë shqiptarët në fakt që kanë patur vështirësi. Unë po i bashkohem urimit të doktorit për ta falenderuar atë në intervistë dhe për të thënë gjithë shqiptarëve, gjithë atyre të cilët festojnë edhe Krishtlindjen, pikërisht ta gëzojnë edhe ardh gjithmonë e bardhë, edhe pat gjithmonë begati edhe shumë shëndet tek familjet e çdo shqiptarit të cilët janë të besimit të krishterë, por jo vetëm. Ne kemi treguar gjithmonë që në çfarëdo lloj feste bëjmë gëzuar me njëri tjetrin, nuk ka rëndësi se cilis anë dhe fe i përcakton ajo. Vazhdoni që ndroni Radio Televizionin Shqiptar, gëzuar dhe njëherë gjithë mirat.